Edhe vllai e pa mundësi për me ardhe lidhjes madhe nga Afrika që po vdes, e ka pikturu pikturën teme në dorë. Që tani veç për shofe. Aty nuk e ka kap aty thot, ti mundesh me ik e me shku ku dush, po ti ke me kon trupin tem dhe shpirtin tem, do më thonë, nga Afrika që po vdes, dhe ai ka thonë që ti shko ku dush, po ti ke me kon trupin tem dhe shpirtin tem. Fatkeqësisht ndroj krejt jeta, unë u ringrita, nuk i di Zoti, nashta kam obligime pa kry. Vllau, po në 10 orë të 2018-s, pat nevojë për trajtim mjekësor në dhaunë e tij dhe tonin, fatkeqësisht nuk e mori për shkak një sulmi në trup, ku fillimisht u paragjykuan pej, dhe është një proces që unë e pres hala prej atë dhaut, ndoshta disa kanë menduar që unë kam harru, që unë po jetoj me atë plagën e padrejtësisë që kam bu vllaut, sepse unë besoj në gjakun e dëshmorëve dhe pres në drejtësinë e shqiptarëve, drejtësinë e vendit tem. Jem proces gjyqësor, ndoshta disa mjekë ata kanë harru që unë kjo punë, adin është harru prej Adnani, por përmes këtij emisionit e bëj edhe një herë me dije gjithë atyre që nuk e kanë trajtu vllau, unë nuk kom harru. Unë po munona me respektu atë dhaun, me prit institucionet, edhe vllau pat një sulm tru dhe një pa mundësi të trajtimit mjekësor. Vllau fizikisht ndroi jetë, në trupin e tij e mor vllaun e vet, kurse në shpirtin tem unë e mbaj ato. Kjo foto është ceremonia që ja ka bo vllau dhe familja në palestën Karagacin Pej, ku kombi shqiptari i Trojë dhe Mërgatës, pa dallim moshe gjinie, erdha aty me mija njerëz, institucionet të ndryshme, politike, fetare, pavarësisht. Këtu është ushtria Dem Jasharit, me ushtarin e tina, unë jam këtu të dalë për shtëpia, edhe e nderoj kombi, e nderoj ushtria, e nderoj gjaku, dhe më kujtohet, kur hina në palestër, para se të shkojnë në palestër, isha në kamion me ushtarët e ushtrisë Kosovës të Dem Jasharit. Edhe më dok që s'kan arë njerëz në palestër se ishim jashtë. Edhe i thash, a ka mundësi, thash, ti për para. Unë njëherë i thash vllaut, s'di qa pas kom gabu. Tu menu që s'arë kërkush në palestër. Edhe unë në atë bisedë vetë me vetën, një ushtari i FSK-s, tha, gabimet e juve peshojnë në historinë e kombit tonë dhe uniformen. Unë i thash, po më falni se nuk ju pash, po t'him palestër. Kur hina në palestër, ati është nana edhe familja. Mendja më shkoj te nana. Thash vetë me veti, thash ti nanë mërzi, po kryt poshtja. Se kontributin e vogël të djemve të saj, e nderoj kombi shqiptar ma shumë se sa ke meritu, sepse kontributi është obligim, e nderimi shqiptarëve është përgjithësi. Përkundër kësaj, na jam mirënjohës shqiptarëve, edhe sot, edhe për jetë, me besim që edhe për hatër të vllaut, me më dhon prap mundësia jetës, ajo është më u kthy në shërbim. Sa ka qenë vështirë për juve me ngushëllu nanën, duke marrë parasysh që edhe në moshë të re, edhe babaive që ka ndru jetë, një sfidë tjetër për nanën, sa keni arrit me ngushëllu nanën edhe mi qëndru afër? Ne jemi mundu në vend të ngushëllimit me bo krenare. Se mërzin, emocionin, plagën e mrenshme, që thoi njerëzit plaga shërohet, plaga nuk shërohet, po jetohet, mendimi ndryshohet. Në vend ngushëllimit je mundu me bo krenare gjatë rrugtimit jetës, inshallah kena bo krenare, edhe je mundu që sakrifica e saj me bo dritë në familjen tonë. Besoj që i kem bo. Ajo që më duhet me thonë,
është hera parë. Nona mas humbis vllaut, si gjithë familja dhe shqiptarët e kanë përjetu, po nona si nonë. Dhimbja më e madhe është e prindit për e vllaudit, para meje kur s'mërzitën. Edhe ti para saj, ndoshta? Runa, edhe tash për Runa, edhe dina jo që jam shumë i fort, e tina jo që jam shumë i fort, e ku largonë në prej shtëpie, nona çmallet. Edhe një ditë i thash, hajde të kojmë bashkë. Tha, unë që mërzit, pse me kojtë. Kisha nevoj me po nonën, këtu është, shkojmë Glloxhan shpesh në me nonën, e kom postu këtë dita. Nona nuk e tregon me fjalë, po shpirti saj e tregon me vepra, po besoj është shumë krenare. Është shumë krenare për kundër mungesës, do më thonë, djalit, është shumë krenare për kontributin e tina që u mundu me dhonë në shërbim të 10 të kombit normal. Këtu për shofrim edhe një video me fëmi. Të janë fëmija e vllaut Armendit. Unë jam shumë i lidhur me fëmijë dhe në përgjithësi i urrej njerëzit që i ngucin fëmijët. Jam shumë i dhonur mas fëmijëve. E veçanërisht lidhja u bë shumë e fortë prej momentit që edhe jam bë babë. Mandej lidhja edhe e madhe emocionale, po dhe përgjithësi me vajzat e Avnis. Kur jam në shtëpi, fëmija vllaut Armenit, janë 4 fëmijë, më japin shumë dashni dhe unë mundona me kon parolës ndaj secilit, edhe kjo dashnia tonis, kur e ki dashninë e familjes, e ki mas pari dashninë e Zotit, tani të familjes, e normal që nuk mungon as dashnia e kombit, edhe thjesht mundona me kon jo atë nani televizioneve, atë nani historisë, po kur jam familje, unë jam atë nani familjes. Kjo është me rëndësi, do me thonë nuk jeni aq shumë rigoroz, po jeni ndoshta me nivelin e tyre. Po fatbarësisht qëre për para kanë hek prind. Jënë konë disa gabime që s'kanë mujtë me shfrytzu ndjenën e fëmijëve vllaut, sepse o konë një sistem në atë kohë që i ka pas... Ka qenë edhe more. 1 milion të mira i ka pas, po tash nuk të paragjykon kurkush. Fatkeqësisht unë pak ja kom muhu drejtën e ndjenjes edhe si prem, e kom di obligim, inshallah fëmija ma pojnë adhall. Në një intervist kam dëgju që kur ka ndru vllau jetë, edhe fëmijët e tu nuk i ke leju me të thirë babë për shkak që ata mos muni mirë. Po e vërtet është edhe është një pikë shumë emocionale. Në jetën tonë ajo që është sublim është sakrificë. Së është sakrificë në momentin që fëmijës tonë ja mohon drejtën për me thirë babë, për shkak mos me lëndu tjetër me të vërtet është një sakrificë. Veti dikush ka është ma sublime në jetën tonë si njerë, thash është sakrifica. Sakrifica për qenë drejt e Zotit, sakrifica për familjen, dhe sakrifica për të shërbi kombit dhe atë. Vajza ishte diku ofër 5 vjetë. Edhe unë normal, mastrosi dhe kishim shumë njerëz, po gjithmonë në kisha ofër vajzat Avnis tunën dhe emën që jonë në Amerikë, me nonën e tyne, kur të shohin i përshëndes, i thëmë që largësia më ka mush mallë, po jam krenare për to, edhe për sakrificën e shoqës vllaut që e banë, edukimin e fëmijëve. E di që ato po rriten të vazhdojnë rrugën edhe të babës. Edhe mallën një ditë, na vjen mundësia më pa prap. Edhe të frigu që po i lendoj vajzat e Avnis, më ndihmoj Zoti, nuk ishte e lehtë për hek ndjenjen mas pare personale prindërore, po sa herë që Zoti të shenë momente të vështira nuk le vet. Përkundër vajzës që i kishte gati 5 vjet, i thash Leandra, e qova në Glloxhan,
fola me Tangloxha, ku agji në qiell, me vajzën, e kom shumë të... është, përkundër moshës është shumë e artikulume, thasha ka mundësi me më thirat nanë. Më tha pse, thash ku është baba i tunës dhe emës, tha në qiell. E luta Zotin, me më një mu. E për e të isha vështirë, 2 andë, edhe pa drejtësi ndaj vetës dhe fëmijëve, po dhe mendimin për lëndim të qikave të vllahut. Edhe e kuptoj vajza, ka ndodh 2 raste më ka ndodh, kur jam kohë në Gjermani, më tha vajza, tha, e pse këtu s'muj me thirr babë? Tha se s'është tu në ema. Normal, më shku në latë. Tha pse po kanë? I thash, a përse sa më ka marrë madhi për juve, ja ndrova teme pa përballueshme. Nështë ta fëmija, mu ka i nidhnu, janë 3 po rriten, vajzën e tash ka bo 11 vjetë, e falenderoj Zotin e kom bo si shoqe, kupton shumë gjana, edhe djali po ashtu, po një ditë, edhe mu i dhnofshin sot, unë nashta se jam këtë botë, jam bashkë me vllahun, jam i bindun që kanë muni mirë, e kanë ma kuptu arsye në sakrificës dhe pa drejtësinë që i kom bo vetës edhe atë tyne. Qëllimi.